Një bombë gazi ka shpërthyer në lagjen 10 Koriku në zonën e Lungomares brenda ambienteve të një apartamenti, konkretisht në balkonin e tij. Sipas informacioneve paraprake të marra nga shërbimi zjarfikës, bombla ka pësuar një defekt teknik, e cila ka shkaktuar fillimisht rrjedhje gazi dhe më pas shpërthim, duke përfshirë zonën nga flakët. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme materiale, ku është dëmtuar një pjesë e dhomës së apartamentit, si dhe balkoni ku ndodhej bombla e gazit e përdorur për gatim. Menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar shërbimet zjarfikëse dhe policia, të cilët kanë mbritur me shpejtësi në vend ngjarje dhe kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve, si dhe vënien e situatës nën kontroll. Fatmirësisht nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet kanë qenë vetëm materiale. Autoritetet po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal në përdorimin dhe mirëmbajtjen e bomblave të gazit në ambientet e banimit. Jo pak herë janë regjistruar probleme të tilla, të cilat lidhen kryesisht me sigurinë e bomblave të gazit, kolaudimin dhe përdorimin e tyre, duke sjellë dhe situata të tilla problematike.